Përshëndetje, unë jam Mimoza Faqe dhe sot me ju dua të flas për ju. Për ty, po, ti, që shikon këtë video tani. Këtë video ti nuk e shikon rastësisht, por diçka në frekuencat e tua, në vibracionet e tua, në mendimet e tua, të solli që ta shikosh këtë video. Dhe ndoshta, kjo është shkaku që prej tani e tutje, jeta yte do të marrë kahjen e duhur. Dhe ti do të jetosh i lumtur, ose e lumtur, sepse ti e meriton këta. Ti e meriton të jetosh i lumtur, pa marrë parasysh kush çfarë të ka thënë. Që nga momenti që ti ke ardhur në këtë planet të bukur tokë, ty të janë vendosur shumë mësime, nga të cilat ndoshta 80% e tyre janë të gabuara. Dhe ti jeton me këto programime ose mësime të gabuara. Dhe këto mësime të gabuara nuk të janë vendosur ty pa asnjë qëllim, por të janë vendosur ty me një qëllim, që ti ta quash veten viktim, të kesh një mentalitet të viktimës, se ti nuk ke fuqi të ndryshosh jetën tënde, se ti nuk ke fuqi të ndryshosh realitetin tënd. Dhe prandaj, ndoshta je në një vend ku ke frikë nga gjithkush dhe nga çdo gjë, bile ke frikë edhe nga unë. Nëse mendja jote të thotë se ke frikë edhe nga unë, atëherë unë do të thoja, dëgjoje zemrën tënde, sepse zemra jote nuk të gënjen asnjëherë. Sado që ti mendosh ti në mendjen tënde se unë të gënjej apo të gënjen dikush tjetër, zemra jote e di, zemra jote e di saktësisht të vërtetën nga e gabuara, sepse ne kemi një pajisje këtu në thellësinë e zemrës tonë që bën dallimin nga ajo që është ndjesi e mirë dhe nga ajo që është ndjesi e keqe. Në qoftë se frekuenca e vibracionit tënd të thotë se kjo është një gënjeshtër, atëherë të lutem, ti ende nuk je i gatshëm të ndryshosh jetën tënde. Ndërprite këtë audio, këtë video, mos e shiko më dhe vazhdo jetën tënde, ashtu si e jeton. Në qoftë se je duke vepruar gjëra jo të mira, nëse je duke marrë gjëra që nuk janë tuat nga dikush tjetër, atëherë vazhdo dhe bëj ata. Mirë po, ndoshta një ditë ti do të arrish pasuri, duke marrë gjëra që nuk janë tuat. Dhe me gjëra që nuk janë tuat, ti nuk do të jesh i lumtur asnjëherë. Gjërat që nuk janë tuat, nuk do të thotë të jenë gjëra vetëm materiale, ose para, gjërat, sendet, ose njerëzit, që nuk ju përkasin juve, nuk janë të juaj. Në qoftë se ti je i dashuruar në një burr ose grua, që nuk është yti, por është i dikujt tjetër, ti je duke vepruar një gjë jo të duhur për veten tënde, vetëm për veten tënde. Në atë mënyrë ti ja vjedh vetes tënde lumturinë, sepse ti mundohesh ti ja vjedhësh lumturinë një familje tjetër. Ti mundohesh ti ja marrësh burrin ose gruan një familje tjetër. Ti mundohesh që ti ja marrësh babain ose nënën një familje tjetër. Kjo është krim, kjo është vjedhje, dhe nëse ti mendon se duhet të vazhdosh në këtë drejtim, atëherë është e drejta yte të vazhdosh, por unë të them se nuk do të jetosh i lumtur në atë mënyrë. Unë i kam provuar të gjitha në jetë, dhe mos më shiko mua në vendin ku jam unë sot, sepse edhe unë kam kaluar lloj sfidash në këtë jetë, dhe ende vazhdoj që të ballafaqohem me sfida nga më të ndryshmet. Por çfarë bëra? Unë i shtrova bazat
Dhe tani nuk e kam problem se cila sfidë e radhës do të më paraqitet. Sepse cila do sfidë që të më paraqitet, unë e di se do t'ja dal me sukses. Nga se bazat janë të fuqishme. Le ta marrim si shembull një lis. Një lis të cili frym shumë erë, frym shumë stuhi e madhe, ja rrëzon të gjithë gjethet, ja këput të gjithë degët, dhe ngelet vetëm kërcu. Mirë pa e ende nuk bie, ende qëndron. Pse qëndron? Pse qëndron e pyeti era? Pse qëndron ende e pyeti era? E pyetën të gjithë rreth tij. Ai tha unë qëndroj, sepse unë kam rënje të thella shumë në tokë. Prandaj unë qëndroj. Sepse gjatë gjithë jetës sime unë kam lëshuar shumë rënjë të thella. Dhe asgjë nuk do të mund të më ul poshtë. Sa keni ju rënjë të thella në bazat kryesore të jetës? Cilat janë bazat kryesore të jetës? A jem mjeshtër tek bazat kryesore të jetës? Cilin e dëgjon ti është baza numër 1? Nga kush ti merr informacione? Kush është ai person që ta mbush kokën çdo ditë dhe çdo natë? Çfarë informacionesh të fut në mendje ai person të cilin ti e dëgjon? Apo nuk e dëgjon askënd dhe e lejon që nëndia yte të programohet nga mendime negative, nga lajme negative, nga filma dhe seriale negative. Ju gjithmonë 24 orë në ditë, 7 ditë në javë, e programoni veten negativisht. Doni ose nuk doni. Pastaj doni të keni jetë të mirë. Po më vjen keq shumë, sepse duke shikuar ti seriale negative, ku mëson tradhti nga më të ndryshmet, ne jemi njerëz dhe jemi si majmunët. Dhe jemi si majmunët sepse majmuni shikon, majmuni bën. Majmuni shikon, majmuni bën. Ne çfarë shohim, atë e bëjmë. Prandaj unë të them ty, cilin ti e dëgjon? Cilin ti e dëgjon? Është shumë e rëndësishme cilin ti e shikon. Nga kush merr shembull, cila është shembulltyra jote? Nga kush ti mëson? Çfarë të mëson ai person që të mëson? Të mëson të friksohesh apo të mëson të jesh njëri i ndershëm, të jesh lojal, të jesh i sinqert? Gjë që është një dukuri e cila mungon shumë kohëve të fundit. Nuk mund t'i besosh askujt, sepse nuk i beson vetes tënde. Dhe unë nuk ri me njerëz të cilët nuk i besojnë askujt, sepse unë dyshoj në ndershmërinë e tyre. Nëse një person thot, "Wow, sot nuk mund t'i besosh askujt." Unë largohem nga ai person, sepse atij personi unë nuk mund ti besoj. Çfarë personi je ti? Beson ti se ka edhe njerëz të mirë në këtë botë? Beson ti se 24 orë në ditë ka njerëz që luten për të mirën tënde? Dhe ti nuk do të lutesh për të mirën tënde dhe nuk do të ndryshosh jetën tënde? Nëse ti vazhdon t'i bësh të njëjtat gjëra, të shikosh filma, të shëtisësh, të harxhosh kohën tënde më të çmuar në kafene ku pihet cigare dhe të jesh gjithmonë në aty, do të ndryshosh jetën tënde në atë mënyrë. Nuk ndryshon jeta në atë mënyrë. Do të ulesh dhe ta pyesësh veten se çfarë je duke bërë. Nëse ti do më shumë sukses, nëse do të jetë më të lumtur, do diçka të ndryshosh në jetën tënde. Do diçka të bësh ndryshe. Do të lexosh libra, do të dëgjosh audio pozitive me programime pozitive. Që mos të dëgjosh lajme negative, ti duhet në atë kohë të dëgjosh dhe ta programosh veten me gjëra pozitive. Të lexosh libra për pasurimin dhe të kuptosh cila është shkenca e pasurimit. Ka libra të bukur, ka audio të bukur. Gjithashtu ka edhe klub të bukur. Dhe është klubi Unë jam fuqia. Ai klub është për ju, nuk është për mua. Sepse unë e di se cilin e dëgjoj. Dhe unë e di se nga kush
kush marr informacione. Klubin e kam krijuar për ju. Doni ta ndryshoni jetën tuaj më shpejt, bëhuni pjesë e klubit. Doni që të ju shkojë një proces më gjatë, merrni një libër dhe lexojeni. Doni ta shkurtoni pak procesin, bleni audio të dëshira juaj, urdhri juaj. Por doni më shpejt të arrini rezultate, të largoni gjithë bllokimet negative që i keni në jetë. Investoni në veten tuaj. Bëhuni pjesë e klubit. Unë jam fuqia. Investimi në veten tuaj do të ju sjellë fitimet më të mëdha. Unë jam Mimoza Taq.